Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë të rejat edhe ngjarjet më të fundit të showbizit. Tani, unë kam qenë pak skeptik me thënë drejtën për marrëdhënien e Ledionit edhe të Sarës, për jetën e tyre, për ndarjen e tyre. Tani nuk bëhet ndarja thjesht me fëmija, nuk është e thjesht. Por unë mendoj që Ledioni dhe Sara provokuan pak mediat, por edhe arritën që të mbajnë në nivel këtë marketingun e tyre, dhe më thënë ditën që të bëjnë marketing për veten e tyre. Do të thoni pse? Sepse pikërisht fjalimi që Sara ka mbajtur mbrëm në festën e organizuar për suksesin të korrur, për dashurin që kanë arritur të marrin nga publiku dhe për miliona, qindra, biliona klikime, Sara të gjithin këtë dedikim nuk ja ka kushtuar as Selinës, as Rogertit, as Mirit, por ja ka kushtuar bashkëshortit të saj të zemrës Ledionit. Sara këtë sukses me duartërkitje ja kushton Ledionit. Tani unë kam qenë pak skeptik me thënë drejtën për ndarjen e tyre, gjithmonë asnjëherë nuk e kam dhënë përgjigjen përfundimtare që po Ledioni dhe Sara janë ndarë, sepse duke u bazuar në një presidente të një televizionit me kaq ndikim, me kaq shikueshmëri, me kaq kuriozitet, nuk është e lehtë që të shpëton të një lajm i këtill nga gjitha ato gazetarë. Mendoj që klikimet e para do t'i kishte marrë vetë televizionit Top Channel. Por mekanizmi i marketingu që në fakt u përdor dhe vitin e kaluar me Zgjestit edhe Eglit, të cilët nuk folën që në fillim për ndarjen e tyre, por pas shumë kohësh vendosi që Egli të flet, siç duket ky i njëjti mekanizëm nisi edhe tek çifti Sara Ledion, të cilët në një farë mënyre ditën të bëjnë reklamën. Dhe pikërisht kjo tema filloi të përflitet para se të startonte Big Brotheri. Do me thënë, Big Brotheri këtë vit ishte pak i pazakonshëm, nuk ishte reklama siç kishte viteve të kaluara, por që në momentin kur Edisa doli nga shtëpia, qëndrimet e Edisës kundër drejt Ledionit, Ledioni aty e shuajti të gjithë këtë thashe them për ndarjen e tyre, sepse tha unë e dua një dhe të vetmen bjonde Sara Hoxhën. Por natën e mbrëmshme në fjalimin e saj të mbajtur kundërdrejt të gjithë punonjësive të televizionit Top Channel, të cilët kishin shkuar për të nderuar dhe për të duartrokitur këtë nismë kaq të madhe dhe kaq të bukur, Sara foli për suksesin të cilin ja dedikon Ledionit. Tani realisht edhe unë i dedikoj një sukses të tillë, sepse mendoj që Ledioni ka një sharm që e bën Big Brotherin edhe më interesant, e bën Big Brotherin edhe më të bukur, ka këtë energjin pozitive, sepse e merr këtë punë me shumë dashuri dhe me shumë pozitivitet. Më thënë, Sara të gjithin këtë sukses ja dedikon pikërisht njeriut të cilin ajo e do dhe njeriu i cili atë e mban në shpirt dhe në zemër. Çifti është në ditët e tyre më të bukura, është në ditët e tyre më të mira, mbyllën edhe një sezon të suksesshëm, mbyllën edhe një sezon të bukur, tashmë po përgatiten për sezonin e ardhshëm, sepse të gjithë më keni pyetur Tiranë si mendon, a do të ketë një Big Brother 6, me patjetër që do të ketë, është një rrugë që nuk do të ndalet, por që të dy kanë kaluar jashtëzakonisht mirë. Do me thënë, nuk përzjedhin që të nxjerrin fotografi në rrjetet sociale, por kjo nuk tregon që çifti nuk është në ditët e bukura të dashurisë së tyre.